Përshëndetje miq të dashur, vazhdojmë ciklin Jeta ime në këtë rrëfim jo koherent, se në fundit është një dokumentar cilën bashkë me stafin tim kemi menduar që ta regjistrojmë dhe në kohë ai të ngelet një dokumentar që çdo kush kur e ka kohën, hapësirën për ta parë, kurreshtjen. Pra në një mënyrë është një marrëdhënie që nuk ka lidhje me pranverën, verën, pranvestinët e vitit. Dhe duke i hedhur her pas here si materiale, jo për të ndjekur si një serial, por si një dokumentar. Në pjesën e fundit kam ndaluar në momentin ku kontributi im ishte në Portokalli në Top Channel, në gjithë vlerësimin tim për presidentin e ndjerë të Top Channelit Dritan Hoxha, dhe pastaj betejë dhe lufta e madhe për jo thjesht për ta rrokur publikun me humorin e Portokallis, por si një risi, si një gjetje ndryshe, ose më saktë si gjë e parë në humorin shqiptar. Mendoj se edhe lëvizjen në hapësirë nga Portokalli dhe MT, mendoj se kjo do të jetë pjesa e rrëfimit tim në këtë pjesë të jetës time. Goni, jemi në momentin e Portokallis. Portokallia ishte show i parë humoristik i përjavshëm, një lodhje jashtëzakonshme duhet thënë, por si u prit nga publiku, sa e përfaqësoi Portokallia Shqipërinë dhe sa publiku e pëlqeu atë dhe sa virale u bë, të themi me termat e sotëm. Unë e kam thënë dhe vlerësimin tim dhe herë tjetër, natyrisht duke qenë pjesë e produktit dhe e krijimit të Portokallis. Portokallia ishte një risi, ishte diçka që askush nga ne nuk e mendonte se do të kishte atë lloj suksesi, një spektakël i përjavshëm, dikush e quan jo thjesht të lotshme, por në momentet e veçanta mund të merrte edhe kufit e një dhune psikologjike si proces krijues. Për 4 ditë të marrësh dhe të formëzosh diçka që është koherente përveç krijimtarisë së lirë të personazheve tjera, megjithatë një kujtim i bukur jashtëzakonshëm në karrierën time për atë që krijoi dhe dha Portokallia, dhe patjetër që mbetet show kryesor i humorit në Shqipëri, por atë që është e veçantë dhe interesante është se djemë dhe vajzat të rinj që shumë të talentuar që morën pjesë, bën pjesë e këtij ansambli të humorit, e këtij mozaiku të humorit, e quaj unë se gjithmonë më ka pëlqyer. Mozaiku është një vepër e bukur të cilën e vlerësoj në mënyrë të veçantë, sepse ka të bëjë me shumë gur, me shumë ngjyra. Dhe çdo gur ka rëndësinë e vet. Mozaiku është shumë i bukur, po ti heqësh një gur, jam shumë i sigurt që ai boshllëku krijon atë, e zhvlerëson. Dhe këtë lloj marrëdhënie, këtë lloj ansambli në Portokalli e kemi krijuar me gjithë dashurinë dhe pasionin e gjithë djemve dhe vajzave, të cilët jo vetëm që u rritën në Portokalli, krijuan dimension tjetër artistik dhe profesional, por dhe kur janë larguar në kohë, kanë krijuar hapësirat e tyre profesionale, artistike. Nga Portokallia është krijuar apartamenti Dyksl, që më mbrapa mori emrin Kalifornia, pastaj Alpazarin që kam krijuar unë në Vision Plus. Ka qenë një rrugtim do ta quaj vërtet emblematik. Nëse Egnatia është rrugë e romakëve që lidh lindjen me perëndimin, për mua Egnatia e humorit shqiptar mbetet padyshim Portokallia. Padyshim. Një rrugëtim për të mbajtur mend, një rrugëtim i veçantë, se në fundit gjithmonë e kam thënë që jeta ndërtohet nga eksperienca, ndërtohet nga kujtimet. Kemi shëtitur, se nuk mund të them dot që me Portokallin kemi shëtitur. Se Portokallia duke qenë spektakli i çdo të diele ishte në çdo familje shqiptare me humorin e vet. Dhe është shumë mirë kur në rrugë krijon edhe bijat ose bijtë e vet, të cilat në një farë mënyre janë pothuajse të një ngjyre, të një arome, të një atmosfere, dhe secili ka shijen e vet. Megjithatë, pas 7 vitesh në Portokalli,
misioni im aty mori fund. Atyrshëm pa dëshirën time, unë nuk do bëj historik, nuk kam dëshirë që të bëj analiza të marrëdhënieve njerëzore, sepse është ai momenti që nuk kam dëshirë. Është e thënë saktë kur vjen ai momenti i divorcit dhe ti do të me patjetër ta kryqëzosh atë pjesën tjetër apo absolutisht që jo. Ishte një vendim i imi, në të cilën më duk më mirë le të shkëputesha, si thonë, në momentin kur nuk të ofron më gjërat që të ka ofruar, detyrisht që largimi është më i mirë. Dhe këtu lidhet edhe me një histori, sepse pikërisht në momentin që do largohesha nga Portokallia, e thash pa dëshirën time, kuptohet. Unë kisha një 3-4 muaj që po kaloja në një lloj krizeje shëndetësore të themi, sepse duke punuar në minier, në Memaliaj, po thuaj se gjithë që kanë punuar kanë pasur probleme jo thjesht gastrointestinale, por në përgjithësi kolit majasët kanë qenë sëmundje bashkëshoqëruese në minier. Dhe unë kam vuajtur prej 18 vjeç që kur hyra në minier, e mbrapa gjithmonë kam pas probleme me hemoroidet ose majasëllin që themi gjuhën popullore. Dhe në momentin që po largohesh nga Portokallia ishte në momentin kur po degeneroj. Nuk mundesha. Duhet me patjetër të kaloja tek një ndërhyrje. Në fillim fare vajta bëra një vizitë tek një proktologe, kështu quhen këto që merren në gjuhën popullore me bythën. Që me zonën e rektumit e këto, se tani dikush do të thotë që ky moment është për të qeshur, po ndryshe i thonë edhe oleleo bytha ime, po unë gjithsesi po e ndaj, se në fundi dokumentari këtë rol dhe funksion ka. Vajta tek një proktologe, nuk po e përmend emrin në respektin që kam, më erdhi shumë turp. Më erdhi turp. Unë kam dëgjuar që gratë vend te ginekologu, këtë fjalë po. Të veja unë tek një bythologe, është pak, kërkon pak kurajo, kërkon që kështu, edhe më tha, hajde ta, lere ta ngërliqet të gjvishu ta, po ne ta vem hapim këmbët aty ta tek doktorët ta, që shkë mua vetë, hajde ta një ta, leri mua vetë. Edhe më vite në qikë si këshu, se realisht femër ajo, më vuri një reflektor të madh nga mbrapa, e pash njëri, qa do bësh me atë? Shiko para ti ta leri budalliqet. Edhe nëzori një siqiri që ishte me kabël. Edhe po e lyën, qa bëni ta? Tha ma do provojmë ta se si e tha. Sa futi atë, tak më ratë fikt. Ajo aq e degeneruar ishte. Të tha, agron tha, është edhe e mirë dhe e keqe. E mirë është se ti nuk e priri, e tha, për homo, se nuk e mbake do të qiri. Dhe pjesa tjetër është që ti duhet të operosh urgjentisht. Për shkak edhe të mungesës së besimit që kemi ne krijuar në shqiptarët kryesisht duan të tuajt, unë me një mikun tim, Leonard Solis, ish ministri i shëndetësisë, por në ato momente ishte drejtor ose më saktë drejtor i mjekëve në spitalin Hygea, por ne gjithmonë mësuarit jemi Hygia, po Hygea i themi këtu në Shqipëri. Edhe ai solli një mjek enkas për mua, e solli që nga Athina, doktor Papis. Dhe sot e kësaj dite nuk e harroj emrin dhe komunikimin. I tha, kam një mikun tim, tha, është the best komediant, apo ka probleme me ty. Vajta atje më tha mua i bëu gati. Edhe siç isha mësuar në gjithë doktorët, ula panallonat, vendosa këto bryllat edhe këta. Ti ka nis, më tha mua. Çfarë bën? I thash unë golo, bydhën, pa te gishtin, i thash që ç'a gishtin? Thash unë po do gishtin që shumë ka. Ç'a gishtin, më tha mua. Po thash unë do më futësh gishtin si gjithë doktorët, se kështu ka qenë vizita. Po ç'pun ka gishti im aty? Tha, çfarë është kjo vizitë? Doktori tha, ti do futesh gishtin se s'bëni tash, unë me gishtin tënd bëj 2 kilometra që në 18 vjeç. Se kur e kam filluar për të pa, vendoste dorezën doktori, hap një dhe gishtin nga mbrapa, ki kujdes me ushqimin, me atë, me këtë. Pas sa kohë së muresha prap,
koincidojnë njëra aty në Maliaj që një mjek fantastik i hynin në Maliaj, shumë familjar, Sefer Sheu, i cili në rrugtimin tim në shkollën e lartë, sa herë që vinte, më kërkonte mua që të paktën unë mos paguaja lek me autobus apo çfarë dhe udhtoja me ambulancë me atë. Në shumë udhëtime. Dhe jam shumë mirënjohës për gjithë dashurinë dhe respektin që më fali, duke vlerësuar që një tjetër djalë nga Memalia përveç Medi Malkës, edhe unë ndiqja Akademinë e Arteve në Tiranë për aktor. Dhe në momentin që shkova të vizitohesha, aty kishin ardhur një 5 studentë nga këta praktikantët. Edhe doktori vendosi që të më vinte në lojë mua. Pasi mbaroi vizitën, tha, çuna, vendosi dorezat ta dhe filloni provoni me radhë, tha. O doktori, tha, çfarë bën ti? Tha mua, po, pse çfarë thaj me mësimore për studentët e mjekësisë? Pa joj thash, mos ja fut kot fare. Ora s'ka, por joj thash nuk bëhet, nuk disa, qesh aty dhe mezi priste momentin që kur mbaronte vizitën nga ora 11 deri në orën 1, të dilte në Mali thoshte se çfarë i punoi Agron Llakës. Por këtu përsëri me mandimall sikta dhe me mburrje, unë sa dola, këdo që takoja thoshte kështu ma bëri doktor Seferi. Kështu doktor Seferi. Kur doli doktor Seferi, takon të pari thotë, "Hey, di çka ka bërë Agron Llakës?" "Ama atë kësaj kështu. Kush ata? Agroni." Ashtu doktor. Ti vërtet organizove bukur, po nuk të lash tash. E nëse në gjithë të rrugtimin, nga do që shkoja, jo dil në komision me diko legal, se duhet që të merrin raport. Po të merrin mbi 3 ditë raport, duhet të kaloje në komision. Në komision ishin 3 veta ose 5 veta. Po që të 5 duhet të fusin gishtin në pyetje. Dhe kur ja tregova aty doktorit grek i thash, unë s'kam lënë, i thash, shkon Gjirokastër komision. Shkon në Fiere komision. Edhe deri në Tiranë, kështu që o do futesh gishtin ti thash të bëhet 2 kilometra. Se s'ka ku të vej. Megjithatë operacioni ishte një operacion, themi mund duket i lehtë, me fjalë, por i vështirë. Dhe pas asaj periudhe unë fillova në një ambient të ri artistik, e pa njohur për mua. Who wants to be a millionaire? Kush do bëhet milioner? Entertainment Group me Enis Ujkanin, me qendër në Prishtinë. Ishte një ekip shkëlqyer, një marrëdhënie e shkëlqyer njerëzore. Regjistrimit bëheshin në Shkup, një në 2 javë ose një në 3 javë, si të parashikoheshin. Dhe ka qenë një aventurë e bukur në cilën unë kur nisi isha dhe pjesë e jurisë Gjeniu Vogël. Dhe Gjeniu mbaronte në orën 11 të natës, në 12 nisesha që në mëngjesin e ditës së diel të isha në Shkup. Kisha bashkëtaren time në makinë, Konstantinën, që gjithmonë do merrte me vete sipas stinës. Do merrte në një mandarin, do merrte në një ushqim tjetër, por edhe në një pije energjike që mos më zinte gjumi rrugës. Sepse kuptoj, rruga ishte të pak të shkonte 5 apo 6 orë. Ka qenë një aventurë e bukur, por kuptoj që brenda me rinte se në fundit ky është roli dhe misioni im. Unë kam lindur për këtë lloj profesioni dhe nga hobi e kam kthyer në dashuri dhe nuk mund ta kuptoja veten time pa humorin. Mendova se ai lloj show ishte show quiz, do kishte një lloj jehone, nuk e di pse. Ndoshta edhe përbërja e kandidatëve, ndoshta ishte akoma e pavrar ajo formëzimi i dialekteve tona, e folura në Kosovë apo në Maqedoni, me të folur në Shqipëri, e folura jonë është pak më me gjuhën letrare, pak më shpejt, dhe ndoshta kjo krijonte atë vështirësinë e ndjekjes nga telespektatorët, megjithatë ishte një tingëllim e bukur, dhe sot kësaj ditë e kujtoj me të vërtet me madh dhe nostalgji, pa menduar se i mora gjithçka atij show. Dhe me që se isha dhe pjesë e Gjeniut, i ofrova si projekt Klanit, këtë që u quhet mbrapa Alpazar, por atëre kisha një emër tjetër, si në emër të popullit, diçka që të merrte diçka më interesante, pra që ishte se në fundit humori mes popullit është. Okej, më thanë, pa tjetër, pastaj kuptova që gjërat po bishtnonin, kishin interesat të tjera, nuk e di mbase edhe
bindjen se nuk do kisha mundësi ta bëja, jo se ishte thjesht një sfidë profesionale, por në fundit unë ky jam, isha dhe do jem. Është aksion i jetës time. Në janar të 2012-s, unë kërkova një takim, ose më saktë isha bashkë me mikun tim, Filip Çakuli, i cili patjetër në momente të rëndësishme profesionale të jetës time ai ka qenë me mua, dhe nuk u diskutua që të rikthehesha unë përsëri në Portokalli, por një paraqita Filipit një projekt ku idenë dhe ngacmimin, por ngjyrimin ja kisha të ndryshe, e kisha tek Al Xhadiri News në Greqi, një show që ishte i jashtëzakonshëm në ndjekje, dhe aktori, artisti që e mishëron të këtë show quhej Laqi Lazopoulos. E kisha takuar edhe kur kisha ardhur në Portokalli 1-2 herë, po kam qenë me Filipin në 2 herë në spektaklin e tij në Athinë, dhe ajo lloj brendie më ngacmonte, më pëlqente. Dhe po ta merrja si kështu, kjo ishte gjua që kemi nisur në fillim fare me Filip Çakuli dhe Koço Devolen në Telebingo, që unë e vazhdova mbrapa pastaj me Agim Bajkun tek Der Brothers Group, që kombinoi nëpërmjet komendit të lajmeve, futej edhe sipas problematikës së ditës apo të javës dhe material humoristik. Mua më duke shumë e këndshme. Dhe takuam Gezdulakun. Sot bëhen 15 vjet që unë jam pjesë e Vision Plus dhe e miqësisë me Dulakët. Nuk di të them që të hezitonte, të ma thoshte, si të luante, patjetër me gjithë respektin ndaj me, kur e mendon ta fillosh. Tashun ta fillojmë në tetor. Atëherë tha ke kohë dhe hapësirën për këtë. Dhe në këtë kohë filloi përgatitja për tamam si ndërtimit të një shtëpie, ndërtimit të themeleve, pastaj çfarë do jetë, si do jetë, ka qenë me të vërtet një vrap edhe i lotshëm edhe sfidë artistike, se në fundit duhet kuptuar meqense si një lloj klape. Shumë emra janë rritur në Top Channel. Absolutisht. Edhe unë një prej tyre. Por duhet kuptuar që i rëndësishëm është vendi ku ti del dhe shfaqesh. Dhe kushdo që ka krijuar një emër të madh, ta quajmë në Top Channel, dhe është larguar nga topi, absolutisht që shkëlqimi i ka rënë. Sepse është ekrani po aq i rëndësishëm sa emri që ti ke. Dhe normale që unë vija në një televizion kombëtar satelitor, por që kuptohet, nuk kishte fuqinë dhe pushtetin e Top Channel. Megjithatë, kishte dëshirën për të bërë diçka ndryshe, duke menduar që përveç të tjerave, në Vision Plus shfaqej dhe apartamenti 2XL. Ishte si platformë e Tringut, por që shfaqej në ekranin e Vision Plus. Pra, po ta marrim nga Vision Plus, kishte dhe spektakël humori. Po kjo ishte diçka ndryshe dhe mua më mbështeta. Më mbështeta kështu që lindte nevoja e ndërtimit të stafit të punës. Në momentin e ndërtimit të stafit, patjetër që do ndërtohej me një grup të vogël aktorësh, sepse ashtu ishte formula. Dhe në muajin qershor të 2012-s, unë thira njeriu që do të ishte asistente dhe organizatore bashkë me mua në gjithë procesin dhe lëvizjen e rrugtimit të Albazarit, për fatin e mirë me Maljote, njeriun tim, Lorena Xhezairi. Nga aty pasaj takuam dhe vendosëm takimin me aktorët që do bënin tharmin, ose përbërjen e showut, për regjizor një emër i mirë i humorit shqiptar, Arjan Çuliqi, bashkëpunëtor shkrimesh Petraq Qurku, Agron Goga, i ndjeri Albri Brausha, Bledar Selimi, pra u ndërtua një repart i madh i fuqishëm. Emocioni i fillimit të këtij show, në të cilën gërshetoi, pra e thamë një herë, loja me lajmin e bukur, me ngjarjen e javës apo të ditës, por me numrat e humorit, realisht që t'jemi
sepse sot mund të flasim sot Alpazari është një emër, është një patent që ka krijuar tek memoria kolektive si një shije e bukur e humorit në Shqipëri. Dezi Zjarr u prit jashtëzakonisht mirë, u rrit. Dhe ashtu si kurse dëshira dhe qëllimi që Alpazari mos ishte një meteor, por shkoi deri në 13 vite. Edhe në Portokalli, por edhe në Alpazar, mua më ka pëlqyer gjithmonë si parim që në jetë nuk udhton dhe nuk ndrin, nuk shkëlqen dot i vetëm. Do të jesh e thash atë shembullin e mozaikut. Kështu që gjithmonë kam mirëpritur zërat, fytyrat të reja, të cilët kanë pasur nevojë për një mbështetje, dorë nga ana ime nuk e kam kursyer asnjëherë, për t'i dhënë gjithmonë maksimumin dhe shkëlqimin. Tani, për te çdo gjëje. Nuk do përmend emra, po do ta bëj si ajo thash pak më parë në Portokalli. Çdo emër që ndriti dhe shkëlqeu në Alpazar, kur është larguar nga Alpazari, absolutisht nuk e ka patur më atë shkëlqim. Dhe për të realizuar këtë spektakël të madh të humorit, unë patjetër që kam mirënjohjen e madhe për Vision Plus dhe për Vallazër Dulaku. Më mbështetën pa më thënë asnjëherë asgjysh pse, nga ku, sa etj. Që do të ishte bërë më e bukur, do ishte bërë më e mirë. Patjetër. Po le të flasim. Brenda të gjitha mundësive që ishte, ajo pati atë zërin e vet, shkëlqimin e vet, emrin e vet, e cila nga do ta rrotulloj unë gjithmonë njerëzit e përmendin dhe thonë kur fillon Alpazari, kur fillon Alpazari. Por në këtë rrugtimin ton kur tamam ishim në atë fluturimin e bukur, ndodhi ajo që nuk prite nga të gjithë pandemia mbar botërore e Covidit. 6 muaj u pezullua, pastaj edhe kur e rifilluam ishte pa publik, pastaj u mendua të hiqej dhe orkestra, e thënë në saktë është si puna një pjate në cilën ti fillon dhe pjesën e kontornos që e bën të bukur pjatën fillon të heqësh gjithë elementet dhe të ngeletet të copë e mishit. Por duhet kuptuar çfarëdo lloj magjie që mund të krijosh me artin e humorit, ai nuk mund të ketë të njëjtin reagim sikurse kur ja transmeton publikut. Magjia e publikut nuk ka nevojë të interpretohet nga unë, sepse dihet mirë që është betejë më e bukur për çdo artist humori, është betejë syve. Dhe publiku po të deshi dhe po ngjiti dhe po e morë zjarrin nga ata, është një zjarr të cilin ti e përcjell dhe e shpërndan për të gjithë. Normali në këtë kanal timin të YouTube-it, Agron Llakaj dhe Alpazar, të gjitha pjesët që krijohen, realizohen, ashtu sikurse edhe kjo cikli Jeta ime, nuk e kanë takimin e drejt për drejt me publikun. Sepse unë ndjej forcën dhe fuqinë që mund të ketë një material kur ke sy përpara. E thënë më saktë, në këto momente unë kam 2 bashkëpunëtorët e mi kur flas dhe tregoj dhe reagimet e tyre patjetër që më impostojnë, më bëjnë edhe mua që pra ky është publiku im, themi këtu. Pastaj jeni ju që ndiqni dhe përcjellni nëpërmjet YouTube-it, pra në kanalin tim Agron Llakaj dhe Alpazar, dhe për të dhënë një shije ndryshe. Brenda Alpazarit në kohë u krijua dhe ajo dritarja, sepse me kalimin e kohës, nga që ndaj 50 me 50 nëpërmjet satirës me lajmet dhe me materiale humoristike, filloi të zinte më shumë vend hapësira humoristike deri në momentin kur ne krijuam atë që e quajtëm fake off dhe e kanalizuar me nxorëm si një patent më vete që vazhdon dhe sot e kësaj dite në kohën që unë po tregoj. Çdo rrugtim ka emocionet e veta. Unë jam i natyre që nuk dorëzohem, dhe natyrshëm që nuk do dorëzohem kur në artin tim. Më ka dhembur mbyllja e Alpazarit, gjithmonë duke shprehur konsideratën dhe mirënjohjen e respektin ndaj çdo kontribuesi, për çdo hap të hedhur në skenë, për çdo fjalë të nxjerrë nga goja dhe hedhur në ekran për t'i dhënë një shijen e vërtet të Alpazarit, por më vjen mirë për një gjë. Alpazar, edhe pse është mbyllur, është një kujtim i bukur i spektaklit humorit televiziv,
Dhe në një mini të tillën vazhdon tek kanali im Agronllakaj. Ky është udhëtimi im artistik, profesional deri tani. Beteja, ose e them saktë, jeta vazhdon, beteja përsëri dhe sfidë është sepse në artin e humorit nuk ka moshë. Të thuhet se duhet të jesh i ri, nuk është futboll që matet me gjunjt. Koha, pesha, rritja, edhe formimi dhe pjekja profesionale, patjetër që mendoj se të bëjnë më të vetëdijshëm për atë se sa potencial dhe fuqi ke për të vazhduar rrugtimin, dhe unë e kam thënë që unë e njoh mirë potencialin dhe veten time dhe nuk do rresh kurrë krijuari humor. Kudo që të jepet mundësia ta ofroj dhe ta provoj atë, qoftë edhe kështu sikur se flasim këtu në kanalin tim të YouTube-it Agronllakaj Alpazar. Mendoj që këtu ta mbyll të pjesë të rrëfimit duke vazhduar në pjesën tjetër. Kjo është e teta, dhe në pjesën tjetër që në një kohë të dytë do të jetë vazhdimi i rrugtimit tim në pjesën e 9 dhe me radhë. Faleminderit për vëmendjen, faleminderit për respektin dhe për gjitha mesazhet që më dërgoni, qoftë edhe ndonjë që shpreh mbas edhe mos pëlqim. Sa në fundit kështu jemi në shqiptarët, jo të gjithë e pëlqejmë një gjë. Dhe unë gjithmonë jam i hapur. Ju në tuajin, unë në timen. Mirupafshim.